Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së peshqive. Uroj të jeni mirë, do bëjmë siç ju kisha premtuar një mesazh për ju dhe do i bëj pothuajse çdo ditë. Por, të keni kujdes, një mesazh nuk vlen vetëm për një ditë. Unë do i bëj më shumë që mund t'ju parafrohem me kërkesat e juaja apo me ato çfarë mund të ndodhin. Të dashur peshqi, ky mesazh mund t'i jap sot, mund të ndodh pas një jave, pas 2 dite, pas një muaji. Nëse i mbani mend apo mund të riktheheni të rishikoni videot që t'ju ndihmojnë në rrugtimin e juaj të dashur peshqi dhe mesazhi është 5 të monedhës. Ndjenja e mungesës mund të jetë financiare nga që janë këtu lart dhe ju me kokë të ulur. Mund të jetë emocionale apo shpirtërore, është diçka sikur po ndjeni bosh. Por ka ndihmë për rreth, absolutisht ju të zbathur, ndërsa mund të futeni në këtë vend, këtu të ngroheni dhe të merrni këto para. Kjo është ajo që pasqyron në mënyrë metaforike, aty janë gjërat, por nuk jeni duke i shikuar. Kjo është koha për të kërkuar mbështetje, por nuk dëshironi të kërkoni një ndihmë. Absolutisht ndihma, jemi njerëz dhe gjithsekujt në këtë botë i duhet një herë të paktën ndihma e dikujt tjetër. Pra, mos ta marrin të dramatike apo të madhe, mbështetja për të kujtuar se vlera jote absolutisht nuk varet nga ajo çfarë ke. Nëse kërkon ndihmë nuk të bën më pak të vlefshëm të dashur peshqi. Çfarëdo që të jetë, kërkojeni atë ndihmë apo fokusohuni aty pa ulur kokën, nga që të mirat i keni mua aty dhe ju nuk jeni duke i parë.